Jo, bëqik ftove të Angel, por tani do ta nxejmë pak situatën për sa i përket politikës tonë, sultani jon i mallërishëm, heroi jon. Shikoj Skënderbeun atje. Ta kemi Po gjithmonë shikoni, busulla e shqiptarëve, mos por harroni shqiptarët që- e kanë humbur busullën për shkak se kemi një sultan Mos tjetër harroni, këtu në mos Shqipëri. harroni se ai ka luftuar për këtë tokë. Ashtu siç po lufton dhe Edi Rama. Se po t'ishte për pasuri, kishte atje te sultani një mal me pasuri. Po ne Mos harroni. sultani e kemi si në Shqipëri, edhe Ashtë. ki bë Karshillik Skënderbeu tu, heroi ton Prit, kombëtar. pastaj do ta Doja që të shikojmë. flasim pak për sa i përket ftesës së Trumpit ndaj Edi Ramës, Rama që nuk shkoi, takoi gocën e tij se i mora leja e tij, takoi atë si ishte më rëndësishme kjo edhe Zvërneci e Sazani. Pastaj nga aty kaloi duke takuar Netanyahu në Izrael bashkë me bashortën e tij me Lindën. Aty më ndryllën gjunjët, tha nuk jam as musliman as katolik, mund të jem kështu. Se nuk e di, ndoqë gjithë ato fjalime do doja një rezume të ëndën, një pasqyrë Do të se ti kujton se më kanë lënë trut e kokës mua të dëgjoj fjalët e atij? mirë, okay, nuk pas Po nga dale se do themi në ato që do themi. Pyetjes do t'i përgjigjem gjithsesi. Njerë me sa di unë, të paktën. Në radhë të parë njerë do ta përsëris edhe një herë unë. Unë nuk dua të them këtu ato që thonë të tjerët. Unë gjërat i kam ashtu siç i di unë dhe ashtu siç i mendoj unë. Nuk do thejmë edhe se çka thot Qa mainstreami. thonë mainstreami mua, më fal, ashtu dhe. Do më thënë, të paktën siç e di unë, zoti Trump ka marrë një iniciativë për ta bërë gazën parkun e Addis Abebës, Kërë metropolin e botës. e Babilonit. Po. Do ta bëj të bukur fare ky zotëria. Të bëjnë 100.000 ndërtesa ku të jetojnë të lumtur ata palestinezët. Se për palestinezë të botë, Po për Palestinë bëhet për Gaza. Ashtu. Dhe një nga këto ftesa i ka vajtur dhe Shqipërisë, nuk i ka vajtur Edi Ramës, i ka vajtur Shqipërisë. Po mirë, Edi Rama i pritet Po natyrisht, me emrin e tij, ja mu tu më ka thirrë. Është fakt që ai sot për sot është kryeministër dhe si i tillë në një mënyrë apo në një tjetër, pse thuhet me emër, praktikisht ftesa i bëhet qeverisë shqiptare. Po ti isha unë kryeministër, do më thirriste mua në këtë bordin e paqes? Ai do thëriste edhe më të fundit e arigjinjve këtu, më fal për shprehjen se s'ka të bëjë me atë, domethënë më të fundit e qytetarëve të këtij vendi do ta thëriste, vetëm e vetëm që dikush atje të votoj për atë plan. Ai s'ka thirrë Edi Rama, ka thirrë votën aty. Ai ka thirrë votën, votën i duhet vota aty, për fajsin. Dhe si rrallë ndonjëherë, po çfarë do thotë ky bordi e ngjë? prit, si rrallë ndonjëherë, unë jap të drejtë zotit Macron, që thotë, ky bord nuk mund të funksionojë sepse ai në një mënyrë apo në një tjetër zëvendëson Kombet e Bashkuara. Dhe unë jam dakord me zotin Macron. Po duket sikur ka një përplasje, një përçarje ndaj tyre. Po ka goxha midis tyre, po njëra prej tyre është dhe kjo. Tani, zotëria nuk vajti në Davos. Po Ramën thua? Po pra, Ramën. Nuk u takua me zotërinë atje dhe mediat mainstreamrat thonë që ai nuk vajti atje sepse kishe një pandesitin prap. Po pra. Për herë të dytë. Jo tani janë gjithë. Se ai me siguri po të shkoj diku ta kontrolloj pandesitin e kanë në vend akoma, se nuk është ka ishte pandesitin atëherë, po ashtu i shitet shqiptarëve gjithmonë nga mainstreamrat. Sepse shefja e kabinetit e zotit Trump pas kanë dhënë urdhër të prerë që ai kurse të mos afrohet me zotin Trump, ai Rama, të mos afrohet me zotin Trump. Shefi e kabinetit e Trump. Mos afrohet, Ka thënë që zoti Rama kurse të mos afrohet dhe të mos jepet asnjë mundësi të bëj fotografira me thetash. Po çka kjo analiza jo do të thënë. Dhe si gjithmonë. Dhe ç'a ndodh? Po mirë, do të thënë ky nga ana ligjore zyrtare e ka ftuar pra si Shqipëri me emrin e Ka luftuar si Shqipëri. Po këtia ka çu mesazh në mënyrë tjetër që mos hajde vllajt. Dhe këtë mesazh të fshet, dëgjoj çik ti tash. Ja pas ka thënë në vesh Ivanka. Prit. Po ka edhe të marrosur të nivelit kështu absolut, domethënë marrja e tyre shkon deri në anë, që thonë që amerikanët na paskan një dokument që nëse e nxjerrin, dëgjoj çik mirë, këtu bëhet batardia. Politika shkatërrohet komplet. Tani, unë këtyre zotërinjve do t'ju bëj këtë pyetjen. Po këta amerikanët pse mbajnë fshehur atë dokumentin që e paskan?
Apo do të kenë diçka ato që e mbajnë fshehur. Por e kanë. Po çka kanë atë? Se nëse e bëjnë publike, nuk i shantazhojnë dot më. S'kan, do të keni dokument tjetër pastaj. Pastaj duhet një gjë tjetër për t'i shantazhuar. Po mirë, ti mendon se e kanë realisht diçka ato? Po nuk ka fare rëndësi kjo. Nëse e Po kanë. diçka boshe për shembull, sikur thonë ata ka, ore, s'kan asgjë. ju jeni do më fal për shprehjen. Atëre. Nuk e kuptoni ju që këtu nuk ka me asnjë sekret. Të gjitha çka qarkullojnë në polici, në prokurori, në media, në përministrira, në kryeministri e tjera, të tëra të huajt i kanë në xhep. Domethënë dokumenta të tilla që po u odhën bëjnë bomba atomike këtu, ka me mira. Po kjo që ka diçka tjetër. Asgjë, është njësoj si të tjerat. Këtu e vetmja gjë që e mban këtë vend të mbërthyer kështu, është fakti që ata të huajt për interesat të tyre nuk punojnë për ne, ata punojnë për vete. Ata mbajnë dokumentat si kjo që pretendohet, me qëllim që nesër t'i thonë Ramës, bëj këtë se ndryshe tak ta nxorëm. Pra kanë ka për veshi, për ashtu. Nga gjitha. Ashtu dhe. Dhe po mirë, na erdhi zoti Ivanka këtu. Zoti Ivanka. Erdhi zoti Ivanka? Po kush është zoti? Burrin do thotë. Po kush është zoti? Po kush është zoti Ivanka? Zoti Ivanka është, përveç se është e bija e Donald Trump, por është edhe nusja e? Është edhe nusja e Jared Kushner, e Krushkut. Që i themu? Dhe Krushku është autori kryesor i këtij bordi. Na, ashtu. Tani, nga një anë ftojnë këta, nga ana tjetër të bojnë? Jo. Ç'a bëhet tu tash? Jo. Kjo bot ka që komplikuar më. Po s'është e komplikuar, do të jo. Atëre, edhe një herë, Trump është biznesmen blufist. Bluff, los bluffin. Dhe ai e ka mundësinë për të lozur bluffin, se natyrisht Amerika është akoma vendi më i pushtetshëm në botë. Dhe natyrisht ka një ushtri jashtëzakonisht të fortë dhe të përgatitur dhe të mirë armatosur, ka dhe një shërbim të inteligjencës po ashtu të këtij niveli. Ashtu. Të paguar mirë, po. Atëherë, dhe me këto mjete në dorë, zoti Trump bën presione, kërcënon, shantazhon, ble dhe të thashë dhe. Midis të tjerave, tani keni parasysh që atje në SPAK dhe në gjykatën amerikane diskutohet që Edi Rama sot apo nesër do merret do burgoset sepse Edi Rama na paska korruptuar atë shefin e FBI-s, drejtorin e FBI-s me Ganigal me $225,000. Kaq pak. Prit kaq pak, shumë mirë veti. Kafe të shkurtër. Tani problemi është këtu. Nëse ky njeri akuzohet për korrupsion kundër një zyrtari amerikan për €225,000, ç'a ndodh kur ky njeri i jep një ishull të tërë të bijës së presidentit? Ose Krushkut. Ç'a është kjo, nuk është korrupsion? Ore, ajo është s'ka mbaruar. Okej, jepi, vazhdo. Tani, si të thashun, së shpejti këtyre të tërëve do t'i bëj një kallëzim penal duke akuzuar njërën palë, do më thënë duke kallëzuar njërën palë për dhurim territori. Për Ramën, do më thënë? Po pra, për tradhti. Faleminderit. Për tradhti të hapur. Ja, ta kthejmë për zonjën, e përshëndesim zonjën. Janë nga ato të paktët shqiptarë që na vlerësojnë dhe shprehen atë, nuk kanë frikën brenda vetes, por kanë liri. Njeri për tradhti të lartë që dënohet deri në burgim të përjetshëm, për dhurim territori, Edi Ramën, dhe ata të tjerët për agresor, për njerëz që duan të marrin një territor shqiptar. Dhe të mos shkelin me kurrë këtu. E ku do e bësh te kallëzim ti? Aty ku bëhet në SPAK. Në SPAK. Por prit se prokurorinë e bëj vetun, mos ki merak se nuk do ta lënë në dorë të Klodian Braus. Po ti je i sigurt. Kam me ty këtë reagim, e kam me SPAK-un. Dhe me që e thash, dua që dëgjoni mirë, dua që të gjithë shqiptarët që me të vërtetë duan Shqipërinë, që duan çdo centimetër, çdo milimetër, çdo qelizë të këtij vendi, që nga sekonda që ky zotëria të edhin atje, unë do të bëj vetëm atë
votoni nëse doni që Edi Rama të dënohet për tradhti të lartë pikërisht për dhenjen e Sazanit. Teoria që kjo pjesë e tokës shqiptare po i jepet njeriu që ka shumë para për ta bërë të lulëzuar. Paktën na sqaroi herë tani fillimisht, na sqaroi herë që kjo gjëja pse nuk duhet dhurohet dhe cila është arsyeja, se shumë shqiptarë. Ska asnjë arsye, shiko, ju duhet jeni të shohin si benefit të mirë për shqiptarët, do të marrë zhvillim Shqipëria. Po më fal për shprehjen tani, do them një fjalun që në gjuhën shqipe mund të tingëlloj si së prapsi. Mund të duket si së prapsi, po e vërteta është që dëgjoni që këtu. Sot bota e inteligjentëve është bërë kaq budallaqe sa s'ka ku të vej me. Që do thot? Që do thot, ta ashtu quajtur të analistë, përfshirë dhe analistët ushtarak, që janë specialistë të fushës, janë budallënj më të mëdhenj të kësaj bote. Se si thash, po pikërisht pra, se prandaj janë bërë budallënj, se janë të shqitur. E kupton? Nuk e përmenda kot Skënderbeun unë. Që po të ishte për pasuri rinte në Turqie. E kupton? Se atje kishte pasuri për allore, toka pa fund, bile sultani propozoi që gjithë qa kishte tokat e Jemenit, që sot është Jemeni, Arabia Saudite njën e tjetërën, edhe Izraeli sot, do t'ishin pronat të Skënderbeut, si krye komandant, do t'ja jepte ai dhurat. Po ashtu, i njëjti propozimi edhe dhe për tokat këtu të Ballkanit. Dhe ai zgjodhi Shqipërinë si tokën e vendit të babait të tij. E kupton? Sa i shenjtë është atë dheu, toka. Po nuk ka vetëm një idiot, domethënë idiot i fundit, i nivelit më fundor mund të thotë që me qaj pas ka para t'ja japim të investoj. Çdo të thotë jo, që është budallëk me brirë. Po para kanë njerëz nga katër anë të botës, pse kanë para pas kanë të drejtë të marrin një tokë veresie ta fuzin xhepin e tyre? Kjo është tokë e shqiptarëve dhe kurse si nuk mund të jepet askujt tjetër. Kemi dhënë pak tokë ne, dhamë edhe Sazanin, çu bëu të shit. Po ti nuk e kupton që gjithë po pra, gjithë strategjia, gjithë strategjia, mos harroni, unë do t'ju them me bindjen time të plotë që edhe gjatërin në Itali, dëgjoj këtu. Unë ju them me bindjen time të plotë që edhe pretendimi i tij për të marrë Groenlandën në fakt ka vetëm qëllim Sazanin. Ç'lidhje ka kjo Groenlandën? Po nuk ta thash kot që Trump është blefist, domethënë është njëri që los bllofin. Ai sulmon Europën për të marrë Groenlandën, po ai e di shumë mirë që nuk e merr dot Groenlandën. Po, për të marrë Sazanin. Për të marrë Sazanin, kështu që nuk bllofin andaj për të fituar. Mos ngrini kokë se shiko, unë ju fus, ju bëj gjemë këtyre të mëdhenjve fare, juve çaj ju kam. Po kush do ngrej kokë më këtu në këtë javë? Kjo është loja. Reaguan disa. Po të mos harrojmë një gjë tjetër që nëse europianët pretendojnë që Shqipëria do të jetë pjesë e Europës, atëherë edhe Sazani është pjesë e Europës. Domethënë, njësoj siç preket interesat e Europës kur sulmohet Groenlanda. Franca, këto vende të tjera europiane si Danimarka, këto duhet të reagojnë siç reaguan. Sigurisht, nëse me vërtet janë serioz që Shqipëria nesër pas nesër duhet jetë një vend antar i Europës, atëherë edhe Sazani është pjesë e Europës. Do të mbrojnë edhe Sazanin. Po diskutohet. Është sakt, si logjik qëndron. Po pra, si logjik, po kjo është logjika kjo. Nëse këta, se ja kanë bërë, siç e thash, ja dërgova edhe me email, po e refuzuan, do t'ja dërgoj me letër, ambasadës italiane. Dhe i kanë thënë, ore, se zonja Meloni dhe zotit Macron kanë thënë që Trump po losor lojën e të fortit edhe me partnerët e vet. Tashi atë që Meloni ja thot Trumpit, do t'ja them unë Melonit. Keni gjithë këto vite që ju po bëni lojën e të fortit, nuk po doni që këtu të funksionoj ligji e drejta e njeriut, kushtetuta, e më the të thash. Pra atë që po bën ju me tjerë, po ja bën të tjerë me ju. Tani, prandaj ajo thirrje që bëra unë që parë që ktheuni në vlerat tuaja, respektoni ligjin, jo më të fortin. Ishni dorë nga të korruptuarit e zyrtarëve tanë. Po një, po më shpjego pak të tani që direkt pas kësaj, pas takimit me Ivankën këtu
Rama shkon direkt në Izrael, takon Netanyahu dhe bën një fjalim Po mbretëre. akoma ti bje fyllit Po gjerët. Po pra gjerët kashner është izraelita kam thënë. Është çifut. Po pra po çlim, tani më shpjegoj tani këto janë gjëra që thuhen anë këtë edhe kaq. Tashti, Janë domethënë në Wikipedia kjo. Njëherë për njëherë Do të shka për te kësaj apo jo? Njëherë për njëherë le të mbemi te hipoteza që presioni është jashtëzakonisht i madh që Rama edhe mund të arrestohet, njësoj siç po bën tentativa për Belinda Ballukun. Tani shpejtën? Po tani shpejt nesër ose pas nesër. Inshallah ma kohë. Gjondi? Edhe deri në 12 njerëz bieshi, kështu ka thënë që ajo Të njerëz. parashikueshmëristat. Dëgjondi? Edhe një tentativë për të kërkuar azil apo të kërkoj mbrojtje në çdo është e mundur, është e mundur. Shisha e lëpirje kështu sate atje më. Atëre, ai njeri, shiko këtu. Ai njeri ka karakterin më të neveritshëm në botë. Është i pa fe, është i pa fe, është i pa bes, është mosmirënjohës në nivele të pa imagjinueshme. Nuk e kam Është hajdut i korruptuar. E të tjera se gjitha zeza. Ashtu dhe. Dhe mos haroj që të kam thënë që para një viti ai sundonte këtë shesh këtu dhe pa pikën e turpit ulet në gjunjë para kreut të një shteti tjetër. Dhe unë kam bërë kallëzimin penal kundër tij për poshtërim të simboleve të kombit se këtu është Skënderbeu, këtu është Flamuri, ky është sheshi që simbolizon kryeqendrën e Shqipërisë dhe gjithë akti është bërë në praninë të gjithë botës. Plus që qarkulluar me video në gjithë botën. Domethënë, nëse në jetën private ai mund të ulet në gjunjë para kujdo të bëj çati do i qefi, mund ta bëj si ti do i qefi. Mund ta ketë sport, ashtu dhe. Por ose në Izrael për shembull mund të ulet në gjunjë. Por këtu, para se të ulet në gjunjë, duhet të heqë spaletat e kryeministrit e të thotë, unë nuk përfaqësoj me shqiptarët, nuk jam kreu i vendit të Shqipërisë, e pastaj të bëj çati do i kokë qefit. Po sa kohë që ai pretendon se është i pari shqiptarëve, ai është se thotë kam votu shqiptarë. Po pra, po, kështu thot ai. Kështu thot ai. Ai duhet të dënohet për atë vepër dhe unë i kam kërkuar që të dënohet dhe në rastin konkret vepra që normalisht dënohet deri në 3 muaj, në rastin konkret dënohet deri në 7 vjet se ka dhe shpërdorimin e detyrës brenda. Dhe unë kam thënë që ti paguaj dhe shteti shqiptar një 10 milion lekë nga këto të vocklat, se ashtu thot ligji. Po, më që ka ai 10 milion lekë. Ai sa ka punuar. Ashtu. Dhe qëllimisht këtë kallëzim unë kam çuar në prokurorinë e Tiranës, jo në SPAK. E di pse? Sepse radhën e parë kur i bëra ai kallëzim tjetër këtyre në grup Edi Ramës, këtij Evgjeni Basharit, Artur Metanit, më thënë thash, ishin një 5-6. E kupton ti? Ata të SPAK-ut çfarë bën e çuan në Durrës. Po. Të herë çova ke Tiranë. Tash unë çova në Tiranë. Që ose do ta çojnë ose do ta bëj Tirana, ose Tirana duhet të japin mos kompetencë t'ia çoj SPAK-ut. Dhe ti mbetet dorë aty. Nuk shkon në Durrës. Ripas ja tregove hirën tani. Jo, s'ka gjë, unë i tregoj të tëra. Ti jeni të sigurt unë i tregoj, nuk mbaj sekrete, Dhe pse s'mbaj sekrete? Pse s'mbaj? Sepse këtu s'ka sekrete. Po jo, ka vetëm një sekret që e the pak më lart ti. Është ajo që i tha Ivanka Trump, domethënë i tha Ramës të veshin se çka i ka thënë ajo këshilltarja e Trumpit, që ka dorë domethënë. Ivanka këtu e di çfarë i tha? I tha që o do na ja për Sazanin o e heng. Kaq. E gjithë loja bëhet për të grabitur. Tani si mendon këto do të realizohen gjitha Angel tani për të gjitha këtyre që ti thua ato po bëjnë këtë, po bëjnë të hapat, këtë gjërat e gjithë ajo. Ta përsëris. Do të realizohet kjo me Sazanin. Jo, ta përsëris edhe një herë proverbin kinesun. Më pëlqen kur po nuk u turbullua, nuk kullohet. Unë do ta turbulloj fort që të kullohet. Angel, përshëndes. Gjithashtu. Miq, dëgjojnë me vëmendje dhe mbajnë shënim atë se çka thonë. Edhe një herë, votoni, e doni Shqipërinë apo jo? E doni të paprekshëm territorin e Shqipërisë, përfshirë dhe domosdoshmërisht Sazanin, dhe në rast se po,
Votoni që Edi Rama të shkojë që nesër në burg për tradhti të lartë dhe Ivanka Trump së bashku me Gerard Kushner që guxojnë të kërkojnë të marrin dhe të përveçsojnë një copë të territorit shqiptar të mos shkelin me në këtë vend. Jo të jenë të bite Donald Trump, po edhe të bite perëndis vet. Ky vend është i shenjtë. Shikojeni mirë Skënderbeun atje. Shumë e fortë. Shikojeni mirë Skënderbeun atje. Nga këtu. Nëse jeni birë të Shqipërisë, nëse jeni shqiptar, kurse si mos pranoni që të cënohet një qeliz e këtij vendi. Qofshi mirë dhe votoni.